Tani më në kapitullin e dytë të Tetovës pretendojmë për t'i dhënë një hovë të ri zhvillimit përmes investimeve që kanë të bëjnë në turizëm, më konkretisht zhvillimin e Kodrës së Diellit, ku veç më kemi kontaktet e para me një investitor serioz, do kisha thënë global, dhe përfundimisht kjo qendër turistike do të jetë qendër e zhvillimit ekonomik, jo vetëm lokal, por edhe në nivel shtetëror. Po ashtu me depërtimin e dy bulevardeve, dy segmenteve të fundit të dy bulevardeve Ilindenit këtu nga qendra, nga posta e qytetit deri tek stadiumi, dhe bulevardit Blagoja Toska nga shkolla tekstile deri tek lokacioni që njihet si Mezma. Përfundimisht e hapim qytetin dhe gjitha rrugët kryesore, bulevardet po depërtohen me investimet që do të bëhen në shkolla, ku veç më dy shkolla të mesme po ndërtohen në mënyrë intensive, po ashtu edhe në ndërtimin e objekteve të shkollave të mesme, bazuar në strategjinë për zhvillim të arsimit. Brenda 5 viteve pretendojmë të kemi mësim gjithditor me investimet që bëhen në sport, që planifikojmë në intensitetin që po punohet tek stadiumi i qytetit dhe tek qendra sportive. Brenda 2 viteve të kemi të përfunduar stadiumin e qytetit dhe Shkëndija apo edhe ekipi nacional të mund të luajë lojra ndërkombëtare në Tetov për herë të parë, dhe në qendrën sportive të kemi 2 stadiume moderne për ekipet e futbollit të Tetovës, me pishina, të cilat veç më 2 pishina po ndërtohen, po edhe pishina e 4 në fakt që do të jetë në kuadër të shkollës mesme të gjimnazit. Me investime në salla sporti ne pretendojmë të kemi një rini aktive që merret me sport.